ishte i çuni i ri, mund them te 25 vjet, familja e tij vinte vazhdimisht, kuroshe, dhe një ditë erdhi dhe ky e solli babi vet. Ul aty në poltron dhe kishte një dhëmball që ishte me dhimbje. Dhe normalisht du t'i bëja anestezin, pastaj të vazhdoja mjekimin e dhëmballës. Marr unë shiringën, i afrohem dhe i them hape gojen, hape fort, i them se do të bëj anestezi mandibulare, ai mba njerë kështu, tha, kam frikë. A unë i them, hama që unë i ri ke frikë. Nuk tha asnjë gjë, hapi gojen. Dhe unë pam i bëra anestezin. Ndërkohë që i bëra anestezin dhe unë po merresha me një gjë aty, po sistemoja gjërat që do vazhdoja punën, edhe asistenta e shoh që i hiku fytyra. Në moment e pash që nuk ishte mirë, i them se shpejt një kështu hambuk me alkool dhe e shtyp atë poltronën që shkoi në pozicion emergjent. Derisa shkoi poltrona në pozicion emergjent, aty i rat fikët. Dhe në këto momente unë tentoj që t'i kthej këmbët, ta shtri me kokë dhe i fillun konvulsionet. Ndërkohë që syti kishte hap. I marr pambukun, i vëj tek hunda me alkool dhe nuk po reagonte. Dhe një moment ja shtrydha aty te hunda. Pam. Dhe si duket ajo alkooli reagoi me një herë dhe u përmend. Por ishin sekonda, domethënë që ishin shumë të rënditës.